Top Albania Radio, she's on air. Hello, jemi rikthyer në Top Albania Radio, she's on air prap me ju. Edhe vazhdoj me debatin, pyetjet edhe të shohim çfarë na thon gocat. Un kam një pyetje faktikisht për ju që po e mendoja tani, edhe a menoni ju se gjithë influencerës janë të ndershëm me fitimet e tyre? Të ndershëm në të treguarit në Ndaj kujt? publik apo ndaj Ndoshta edhe në shifra. ndaj prirjes faturave se janë dy lloje të Ndaj ndryshme. klientëve, ndaj publikut, ndaj kujt. Të ndershëm çdo aspekt si influencers. Ndaj publikut absolutisht jo, sepse kur Edhe bizneseve shumica e në këtë rast, njerëzve po e mendoj Jo, bizneseve kanë çmimet e tyre. Biznesi është shumë i lirë për ta pranuar, për mos ta pranuar, secili pastaj ka standardet e veta. Ndërsa për publikun shumica, disa produkte as nuk i provon. As nuk ja ka idenë se çfarë janë, prandaj thjesht merr këtu një futet që pagesë. edhe për biznesin nuk janë të ndershëm, se pastaj nuk është se ashtu ja bë denjësisht Ta marrin promovimin e Më produktit. shtruar në fakt, në qoftë se do flasim për marketingun në Shqipëri, është shumë e vështirë që shqiptarit kuptojë se çfarë do të thotë marketing fillimisht, sepse pra ideja e një biznesi është që unë do t'i jap Livias këtë produktin tim, me idenë që Livia do ma hedhi mua në Instagram, unë do t'i jap lek Livias E do bëhet dhe nam. mua do më mbushet plot, më kupton? Ka një Ndërkohë investim që të nuk gjana, është kjo ideja. Ideja e Instagramit dhe e influencerit apo e kur bëhet një fushat dhe shumë persona po përdorin një të gjë është thjesht që emri të fillojë dhe të përmendet, të dëgohet dhe të tërheqë vëmendje. Jo domosdoshmërisht për treguar një review reale, sepse si mund të reagoj diçka tek Rezja nuk mund të reagoj te Wejda, kupton? Pra, këtu ndryshon dhe fillimisht mendoj se ne duhet edukohemi pak më shumë me idenë e marketingut, e idenë e të qenit një influencer dhe më pas të fillojmë të gjykojmë se sa të sinqert janë apo nuk janë kundrejt publikut apo dhe çmimeve që ato Edhe kjo vendosin. varet dhe shumë nga bizneset, sepse un kam pas baj me biznese që me vërtet më rrin mrapa, më kanë thënë para se ti sponsorizosh, un kam dëshirë që ti këto produkte ti përdoresh. Po një muaj të paktën para. Ketë një review honest. Do më thua shifrën më të madhe që je paguar ti nga një biznes si influencer. Jo, unë nuk kam shifra shumë të larta. Domethënë për një reklam tek që Tuk, ka bërë ty për një reklam tek Tuk po thua 2000 euro. Jo, nuk jam nuk janë as pak në të vërtetë. Jo, nuk jam pak. Por Nuk jam pak. Nuk janë pak Se këto shifrat, po ajo është në vërtet një punë në vetë. Po pyetja tjetër që duhet të Varet çfarë shumë për ju. Livias është a e merr muaj për muaj ti këtë 2000 euro? Jo, nuk e merr. Pra ky është problemi. Po pyetja është cila është shifra më e madhe që e ke marrë ndonjëherë? Për një reklam, për një muaj një Për një influencer postim, ndoshta si e mund të bën ketë reklamën? Po, për një postim më e larta ishte 2000 euro. Kaq. Po me larta është 2000 euro, po ta mendosh me punën që janë këtu në Shqipëri që një rrog është 500.000 lekë, 600.000 lekë, 2000 euro është shumë fare. Po patjetër, po prit tani sepse ti e more me një herë edhe është një investim që për të rrit profilin tim ka vite. Nuk ka se unë rrita për atë ditë, a kupton? Me që është një punë mrapa. Edhe nuk e mund ta bëj të gjithë. Normalisht është një punë mrapa. Me që kam Rezën këtu, po t'ja një këtë shifra apo ke pas shifra dhe më të larta? Nga postimet. Shifrën e një, më të larta jo, besoj aty kanë qenë. Po, mirë, dhe një pyetje tjetër për vajzat. Kush nga ju këtu quhet influencer? Unë po përjashtohem. A keni refuzuar Po ndonjëherë? pritani sepse unë fola për shifra, po tu asnjëra nuk flet për shifra. Do ta dish dhe nga këto. Po patjetër. Unë nuk jam influencer se bëj si punë fare që unë tërhiqem. Të them të drejtën, mua më kanë shkruar shumë faqe për të bashkëpunuar, po thjesht nuk kam bashkëpunuar se e para nuk di ta bëj si punë që të them unë Nuk i marr asnjëherë asnjë pagesë për postime domethënë. Ama unë atë kam marr, po sa ke marr maksimumi? Kjo ishte pyetja. 300 euro që janë unë atë pagesën që e kam marr, për shembull që ka qenë afërsisht me shifrën që edhe ti, nuk ka qenë për rrjetet e mia sociale, ka qenë imazhi im i cili është përdor për një website që ka qenë clothing brand që e kam përdor vazhdimisht, nuk është se e kam promovu unë rrjetin tim social. Nuk e di tani. Po edhe po ta marrim tek modelet. Tek modelet nuk është se ka një domethënë nuk është se kërkohet një faturë për të prerë për shërbimin. Për shembull, këtu mund të lidhem edhe unë, Po te modelet ka pas kontrata.
ka kontrata, por është tjetër gjë se edhe unë si influencer mund të lidh një kontratë me një biznes, po në fund ditës mua më mbyll biznesin ai. Për atyre çfarë ti bësh? Modelet çfarë do të bësh? Do t'i thuash nuk punon më se modele. Po modeli anifet si profesion koma përpara se që ka qenë influencer. Unë mendoj se kjo është më shumë diçka për të, ndoshta për të pastruar pak këto edhe mikroinfluencerat, sepse mendoj se është një numër, që është bërë edhe bajat. Është dhe një numër i caktuar followers, tash mendoj që duhet të quaj ty influencer dhe të që mos të jenë fake. Po, patjetër. Unë mendoj se ndjem se kush marrët me këtë pjesë. Nëherë ka pak rëndësi numri i followers që ke ti, rëndësi ka kontenti, ata njerëz që të ndjekin ty sa influencojnë nga ti. Sa të ndjekin ato që ti i ndan me ta. Ka rëndësi vetëm realiteti, gjërat reale. Domethënë ato ndjekësi që ti ke duhet të ndjekë në të vërtetë. Prandaj unë nuk jam ma pro, kam vëre se si ecin kontentet, nuk jam ma pro atyre gjanave kaq estetik, si quhen, kaq të bukura, kaq formale, jo, unë flas me publikun tani shumë kështu, siç është Livia, sepse në fund të ditës ato që ndjekin Livien ndun Livien në format më të gabuara, që mund flas keq, që mund edhe mos harrojmë se Goca, meqense se ne më fal rreze se po të shkëpus fjalin kështu, po meqense e përmendëm shumë herë Rizartën, unë do të provoj të marr Rizartën në telefon dhe ta pyesim pak se çfarë mendimi ka për këtë Shpresoj se Rizarta ta hapi. Po, një gocë që zgjohet herët. Që çon ditën para. Gorizi hape. Mos e të i prish në video. Të i ra telefoni tani nga të na mallku. Kjo Ina. Nuk ka gjë më të bezdishme që është vërteta. Aty te tripodi. Sa duket Rizarta nuk kanë ndërmend të ta hapi. Ju lutem provoni më vonë. The number you have called is not available for the moment. Please try again later. Mund të jetë ose duke bërë palestër ose duke bërë ndonjë video, po dyshoj te kjo e dyta. Po ma shifni pak në Instagram çka ka postuar për herë të fundit Rizarta. Do bëjmë një mança. Sa bukur. Okej. Gjithsesi. Ore, po dhe me këtë trendin për shembull, a mendoni domethënë që ndonjëherë influenceri ta hap trendin kot pa lidhje? Po, overrated. Po, mendon se matcha është overrated për shembull. Unë as e kam provu për Domethënë si unë nuk jam influencuar akoma. Nga matcha e Rizartës, ja. Nga matcha dhe Dubai Chocolate nuk jam influencuar, domethënë jam e paprekshme këto dy. Më duket se kjo ka një gjë shumë personale me Rizartën. Ç'të ka bërë Rizarta më vajzë? Çan të pyte në këtë moment. Po si s'më përgjigjet mua kur ju pyeta çfarë? Që a keni refuzuar një reklam për arsye morale? Për arsye morale. Na tregoni një histori morale si bie. Morale bie nëse për shembull të kërkojnë të ekspozohesh më shumë se ç'duhet pjesë po patjetër, intime. Po. Mua s'u kanë ndodhur. Okej, intime nuk ma kanë kërkuar kurrë, po jo, me rroba intime po, edhe unë kam refuzuar, po. Sepse nuk më pëlqen. Deri në këtë pikë jo, po ka pasur dhe brende që i kam refuzuar për faktin se nuk më zhdukur shumë cilësor për tu reklamuar. Pra, për ta ndarë atë çfarë unë dua të reklamoj. Nuk ka qenë përputhje me imazhin tim, s'ka pas lidhje fare. Unë kam pas një histori të tillë shumë e lezetshme. Ka dalë më përpara një reklam, s'po përmend çfarë, ishte reklam kondicioneri. Dhe ai kondicioneri dinte një vajzë dhe dinte totalisht me bikini dhe komplet pjesën e pasme, dhe po ta shifje isha identikun. Ne ma shqojnë shumë njerëz të njohur. Da ti e kjo, po kështu të habitur se unë kam ta limite. Edhe më doli nami kot sikur isha unë, po jo. Me bikini nuk është aftë çuditshme, pastaj unë kam pasur një bikini në Po është pak e çuditshme se një dhom bosh, një kondicioner dhe një vajzë me bikini që tregon pasmen. Kështu që po jo, nuk isha unë. Ata që e kanë bërë reklamën për kondicionerin, pse e kanë bërë? Do kishte pa kondicionerin. Zgjanoni panoramën sepse në përbot ka shumë lloj reklamash, kështu që ku më e marr me shumë të kanë pjesë aty në reklamave ku edhe paguhen shumë edhe janë në nivel botëror. Mos të vërteta ato reklamat italiane unë kam shumë qef. I kam vërtet shumë qef, domethënë janë ato pëlqen italian. Nuk të shkon mendja, domethënë që do përfundojnë atë lloj pike dhe ajo thjesht përfundon atë. Imagjinoni, edhe aty ka një sepse influenceri në fund të ditës një reklam po ban. Ndërkohë, ato reklama që ne shohim
nëpër ekrane, nëpër radio që transmetohen, ka njerëz që kanë studiu për atë punë. Domethënë është një psikologji në vete, kështu që po është punë kjo. Po në Nuk është për të fundi vlerësuar. doja marri inteligjenca artificiale më Po, a duket mendon gjithëve. Olivia se është në vlerësim nga njëra anë fakti që duan të ta mbyllin direkte për një faturë të mos prerë? Ka Atë njerëz kanë që vetëm lajmëruar. janë ku mund të kapin, a kupton? Po, E, që kur ti tani- mendon është, nuk jam dakord, është Vërë gjobo profili ka. im, a kupton? Edhe nuk do jetë kaq kollajina. Do jetë me vërtet shumë e vështirë, sepse këtu ka një burokraci mrapa shumë të lodhshme sepse ja po kontrata, ja po ka shumë. Jo tani ti dole hangër sufllaqe i bane tak sufllaqes. Këtu ndon në Shqipëri janë gjithë influencerët. Livia, kollaj ose jo kollaj, ne po kalojmë në një hapësirë publicitare dhe pas pak me i të ftuar shumë interesant.